Rritja e çmimit të naftës ka bërë që të rritet çmimi i biletës së transportit publik në linjat e autobusëve Korçë-Tiranë. Në qoftë se më parë një bilet vajtardhje kushtonte 1400 lekë të reja, sot kushton 1600 lekë. Sipas pronarëve të autobusëve, rritja e çmimit të biletës ka ardhur si pasojë të çmimit të lartë të naftës, ndërsa nuk përjashtojnë mundësinë e rritjes së mëtejshme të biletës. Dhe tash që rrit nafta detyrimisht nuk na dilte hesapi dhe e bëm në tarifën 8000 lekë sa që takon. Po vazhdove siç të rritet nafta të vetë 3000 lekë në s'na leverdis, o do të mbyllim fare ose do rritim çmimin e biletës. Po kjo është në kurriz të popullit pastaj. Nuk është ashtu. Ne deri tash dalim me humbje sepse edhe pasagjerë s'ka. Sipas udhëtarëve, çmimi i biletës është bërë i papërballueshëm, sidomos për pensionistët. Ne pensionistët po e mbajmë Shqipërinë me bukë se ne po punojmë në për arat. Edhe po s'punuam neve se të rinjt kanë ikur, nuk ka qyteti taje. Mirë, po ne nuk i përballojmë dot çmimit të naftës për me traktorët në radhë të parë një. Se është rritur shumë e nuk vëm dot të punojmë me traktorët në për arat. Bileta e autobusit po, ja unë tash jam pensionist do vi Korçë të marr ilaçe. Po e është rritur bileta e autobusit. Tash ilaçet të paguaj unë apo biletën e autobusit që është rritur? Jo, nuk është. Nuk është se rrogat janë shumë të pakta, çmimet janë shumë të larta, edhe arsyeja është e papërballueshme. Por në Tiranë 7000, tani 8000 lekë. Shumë gabim. Ti financoj dirama. Ti financoj mos dalë ashtu si kapatai. Shoferët e autobusëve kanë paralajmëruar se çmimi i biletës do të rritet edhe për linjat që lidhin Korçën me qytetet e tjera.